Profesor, vetëm të japim pak fjalën profesor Lushit. Profesor Lushi është një dashurim vete, një eruditë që unë kam pasur fatin ta njoh nga afër si student i tij, si të rjetën si student. E kam dhënë fatin. Domethënë Profesor Lushi ka bërë librin Pasoja të përdhunimit komunist të Shqipërisë. Mua ma kanë kërkuar shumë veta këtë librin, ose do ta dërgoni te profesor Lushi në Facebook Messenger, ose dërgoni tek numri 06980555554 dhe unë do t'ja u dërgoj porosin profesor Lushit, ai mund t'ja u dërgoj librat. Ndërkohë, doktor më kam pyetur a e prodhoi librin doktor Edvinit. Akoma, edhe për librin e profesor Edvinit, që unë do jemi pari që kam për ta bler. Filloni dhe juve bëni porosi që tashi 1, 2, 3, 4, sepse nuk është se na prodhojnë shumë libra në këto shtëpi botuese, se bjem sistemit. Duhet me kriju Çufo dhe Bubi Çkaçorel. Profesor, Mirëmbrëma. Me falni se jam në kushte shtëpie me bluzë sportive që vinë për shtëpi. Rëndësi ka që e ti. Telefon, në radhë të parë ju uroj gëzuar juve dhe çdo shqiptari festën e 28 nëntorit, këtë festë të shenjtë, të cilën e festojnë çdo shqiptar, nuk ka pikpyetje, nuk ka festë më të dashur, nuk ka festë më përbashkuese në të gjitha festat e historisë tonë. Dhe së pari dhe së dyti, luti Zotin me këtë rast që në çdo familje shqiptari të ketë gëzim, begati, të ketë mëshirën e Zotit, të ketë kujdes, të ketë mirësi, gjithkund që të mrihen gjithë shqiptarë të mirë, mbrana dhe jashtë Gadishullit Ilirik. Tani, për sa i përket e ndoqa bisedën, kjo festë e madhe, simas bijeve të mia, pari po bëj një farë kursje. Shqiptarët nuk janë ta që janë sot, sepse para 130 vjeç hapësira shqiptare ishte 126.000 km², është e shkruar në enciklopedin e Rusisë dhe libri gjendet në Sankt Peterburg. Sa ishte profesor? 120.000 km². Pa. Serë sa sot. Ka qenë shumë ma madhe, prandaj dhe u quajtëm Iliri dhe Gadishulli Ilirik, sepse duke lexuar historinë e Dalmacisë para shekullit 4, kur u patën dyndjet avare dhe pastaj pas shekullit 6, kur u dyndën slavët dhe krijuan qytet-shtetet e tyre, dhe kur të pare tonë, na thoshin njerëzit tonë, por edhe kemi libra të shkruar nga albanolog e sidomos nga kroatët edhe nga akademit e shkencave të Slovenisë dhe të Bosnjës. Atëherë kur të pare tonë u detyruan me marrë dhe eshtrat e vdekurve nga varri me nxjerrë me u fut male. Por për të ardhur, pra në atë kohë kur u identifikuan 1000 vjet para Krishtit, që i thonë mbi 3000 vjet para sotit, 12 fiset ilire kanë qenë të vendosura, të identifikuara në gjuhën, kulturë dhe në origjinë, gjithkund për në gjatësinë e maleve, e vargmaleve dinarike, që nga grasja Austrisë e deri në Prevez poshtë. Dhe këto 12 fise sot, 14 ishin, 2 fise kaluan në Itali, nërsa 12 janë këtu që janë shkri dhe kemi ardhur duke ngushtuar dhe shumica jetojnë në Gadishullin Ilirik, ca të slavizuar, ca të greqizuar, por një pjesë tjetër brenda Shqipërisë të gjithë, se i cilin me marr, me pyet veç me thonë, çfarë fisi je të tregon? Jam shkirton, jam arbër, jam dalmat, jam dardan, domethënë e Dha shumë e vërtet se arbëria pësoj genocidin më të madh, aq sa shumë studios të mesjetës, se Skënderbeu nuk është duk, familja dhe fisi Skënderbeu nuk është duk, përkundrazi, aq sa thonë ka pasardhës. Nikola Jorga thoshte, mos e thash Zoti se bashkë me Skënderbeu Gjergj Kastriotin te ketë vdekje dhe arbëria. Në fakt, Zoti e ruajti farën dhe ëndrrën
e Arbënisë dhe të gjitha fiseve të Ilirisë dhe në vitin me 28 nëntor 1443 e qoj zoti që Gjergj Kastrioti, djali Gjon Kastriotit apo Niki i Palit, ngriti flamurin Kruj dhe këtë flamur që ngriti në Kruj në vitin 1443 e ngriti flamurin me Shqiponjën 2 krenare me shpresë që të tërhiqte edhe serbet e pjesën tjetër Bizantit në qendresën anti-osmane. Por kjo kishte marrë fund, kjo që tentoi të bënte Skënderbeu, ishte vrarë dhe varrosur qysh në qershor të vitit 1389, kur pas marimit luftës, pasi u varros Sultan Murati në fushë Kosovë, janë varros në fakt zorët e tij dhe plancat e tij, sepse Kufoma është varros në Bursa, pasi u varros në fushë Kosovë ai dhe Lazarevici ose mreti i Serbisë që kishte në betejë me Dykjem, atëherë Sultani Bajaziti që u shpall në fushë Kosovë bën një marrëveshje me Serbinë dhe Kosovën, hera e parë në historinë e njerëzimit që Kosovën ja la në administrim Serbisë, ja la Sultani i Turqisë Bajaziti, që është shpall Sultani i Turqisë në fushë Kosovë. Ose në atë kohë, më falni, në fushën e Mllinjave, sepse emrin Kosovë ja vun një gazetar ja vun Kastile për me e sfumua dhe me zhduk ekzistencën e termit Iliri, Gadishulli Iliri, mirë po harron që 1703 një pap tjetër me origjinë nga familjet e vjetra të Kulvinit do të ngjallte e do të krijonte kuvendin e Arbërit dhe do të ngjallte edhe herë këtë punë. Mirë po, historia e popujve e kombëve nuk zhduket. Dhe shikoni ban zoti emër prap, një njeri nga raca e popullsia autoktone dhe patriote e familjes Arjanitëve, e të Arjanit Komnenve, si që janë edhe shpatajt e buët e këto fiset e himarësit deri në Gjirokastër, ai erdhi me mendim për të ngritë flamurin në Durrës, por shkoi dhe ngriti në Lorë për arsye sigurie dhe ngriti në sarajet e veta, edhe ngriti flamurin në shtëpi vetëm sa njerëzve ju dha dorë ke familja nderuar Sharra, e cila hangri një persekutim të pa shembull nga regjimi komunist, por ashtu sikur se hangën dhe u pushkatuan dhe u burgosën edhe pasardhësit e Ismail Qemalit. Pra, për bani zoti emrin të mirë, veprën e mirë dhe shkrujti zoti dhe shqiptarët përsëri me 28 nëntor 1912 ngritën flamurin dhe shpallën pavarësinë. Dhe e shpallën sepse kjo pavarësi, veç se pati problemet e veta, por me datën 6 prill 1911 e ka ngrit flamurin e pavarësisë të dërguar nga Aleandro Kastrioti dhe Xhelulin Deçit në Bratinë. Por raportet e ushtrisë osmane që ishin dislokuara në zonën e Kavajës, e të Firit, e të Vlorës, nuk lejuan delegatët e Vlorës që ishin mbledhur te kura e Drashovic për me ardhur në veri dhe me u bashku kombit, dhe kjo situatë u shtyr dhe prap u realizua me 28 nëntor 1912, sepse kjo Shqiponia e Malit që nisi Austria dhe e financuan shqiptarët e nderuar të Rumanisë edhe patriotët e Stambollit. Kjo Shqiponia e Mali mriti në Vlorë, ishte i shoqëruar nga 2 shqiptarë tjerë autokton të Maleve, Luiz Gurakuçi dhe Nikol Kashovi.